A e morët vesh se sot që ka dita botërore e zgjedhjeve apo se morët veshme? Po flas për ato zgjedhje që bëhen çdo 4 vjet në Shqipëri, dhe sot është një ditë botërore që përkujtohet tu tek piramida. Është kreu i KQZ-s, Ilian Celibashi, bashkë me përfaqësuesit të OSBE-s, po mblidhen këtu te ky kubi blu. Normalisht kanë ftuar dhe influencer të rinj dhe do flasin për të gjë. Kështu që rini 2 sekonda, t'ju fus brenda aktivitetit që të kuptoni se çfarë po ndodh dhe shikoni se si është bërë piramida sot. Që thoni ju këtu unë kam pas punë e vjetër, po tani është transformuar komplet. Kam vendosur shkallët e hekurit dhe kam bërë këto kubat me ngjyra. Ja të ftuarit. Ja dhe kamera. Kemi lëng portokalli. Kemi biskota dhe nga ky keku që nuk të shëndosh. Sa po dolna nga aktiviteti, ajo gjë që më bëri më shumë përshtypje ishte se sipas një studimi nuk ka fare informacion mbi procesin zgjedhor nëpër shkollat e Shqipërisë. E kuptoni ju, më nuk ka fare informacion dhe prandaj OSBE-ja bashkëpunim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve organizoi këtë seminar ku do marrin pjesë të rinj që duan të bëhen influencerët e së ardhmes. Dihet shumë mirë që jemi rreth një vit dhe gjysmë përpara zgjedhjeve shumë të rëndësishme në Shqipëri, që është për të zgjedhur kryetarët e rinj të bashkive. Kështu që puna e influencerëve nuk është vetëm ditën e zgjedhjeve, por është çdo ditë deri ditën e zgjedhjeve. Kështu që ky kamp ka si synim që të bëjë influencerët e rinj. Kështu që kush është i interesuar, kërkojtë faqen e OSBE-s. Kaq ishte video për sot, shihemi prapë nesër.